Ama të ka sjell ma shumë fanse apo femra? Fanse. Fanse. Okej. Ta ma kupos gjithë, edhe pa famë. Pa lidhës. Si reagojnë? Si reagon nëse fanset flirtojnë me ty hapur kur këndon? Po menon gjatë performancave na isana, se di unë e konsideroj vete kështu që jam shumë profesional edhe orarin e punës e konsideroj shumë të shajt, kështu që nuk ja u kthej mrapsht, po. A ka ndodhur ndonjëherë që ndonjëna me kalu kufinin, domethënë me ta territorin, me ta shkel, kështu ma shumë se që është normale. Edhe të ka dhënë siklet. Jo, në sken jo. Në sken jo, pra pa sken. Nëse do t'a shkruje një këngë për ishin tënd, çka do t'i thoshe në refren? E kam një këngë. Kur mo emnin sta për meni, ki me vujtë si një ishi jemi. Me ty mo nuk pena, edhe nëse i pren venat, shto thonë. Ku. Le, se horror. Një këngë tim ke rejt e ki. Po, Na këndon refrenin. gjithsesi. Tim ke rejt, për qato s'je me mu, e tash ti s'po mun me flejt, e din ku ke gavu. Tim ke rejt, për qato s'je me mu, e tash ti s'po mun me flejt, e din ku ke gavu. Ka rejt për një me? Ka rejt për një me? Jo, tekstet e mija nuk i shkruj vetë, për që ata jënë shumë i lirë me... Ky arsyetimi i lasht, kështu, të gjithë që... Po, që to e thojnë Po ti kalzon qa me shkru? Për një me po, ama në bos të kompozimit munona me kalzu edhe gjendjen shpirtërore, kështu tani e bojna si kombinim me tek shkrusin qka o ka ndodhë. Okej, faleminderit shumë kushtrim. Faleminderit juve. Faleminderit edhe ti, Lumnie, do ta mbyllim me një interpretim një këngë nga ti. Prandaj të lusë që ti të shkosh s'ke, ndërkohë unë ju falenderoj juve dhe falenderoj teleshikuesit që na ndoqën. Shihemi bashkë të hënën. Deri atëherë mirëmbëngjes. Vetëm më të dua, e tash m'ke harrua, e tash m'ke